Turi i foltores së Partisë Demokratike është ndalur këtë të diel në zonën e kombinatit në Tiranë. Kryetari i PD-s Sali Berisha vijoi me akuzat ndaj qeverisë dhe kryeministrit Rama. Sipas tij, Rama në 13 vite pushtet shkatroi votën e lirë dhe përdori çdo mjet për të shtypur opozitën. Jemi në prag të përmbushjes misionit ton historik të shpëtimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve nga narkodiktatura apo diktatura autokratike, e cila në shumë aspekte ka shkatruar dhe dëmtuar qenien shqiptare më shumë se çdo regjim tjetër në tërë historinë e këtij vendi. Sot ky përdor çdo mjet për të shtypur pluralizmin, për të shtypur opozitën. Edi Rama në këto 13 vite shkatroi institucionin më themelor të demokracisë, por dhe të dignitetit, votën e lirë. Ai që don pushtet, duke plaçkitur votën. Berisha e cilsoi Partinë Demokratike si partia më e mbështetur në botë, pasi sipas tij denoncuan atë që ai e quan narkoregjim dhe mbrojtën pluralizmin. Bë gjithçka të na fushtin të paktën 5 pashë në tokë. Po pse? Çfarë po bëni? Ne çdo ditë po denonconim një regjim i cili vidh të qytetarët, i cili bashkëpunonte me bandat, me vrasit, me serial killer, me kartelet e drogës, i cili përbënte rrezik jo vetëm për shqiptarët, po mbronin vlera, të cilat janë të përbashkëta për gjithë njerëzit e lirë. Megjithatë, ne përjetuam një kalvar. Por, prap, ADN-ja jonë geni ynë të pamposhtur, nuk unë poshtëm. Nga asgjë, pavarësisht nga këto rrethana, ne ja dolëm. Së pari, nga partia më izoluar në botë. As partia komuniste e Kinës ose e Koresë së Veriut nuk ka qenë më izoluar se partia demokratike. Partia e vlerave. Sot jemi partia me mbështetur. Kryetari i PD-s foli edhe për deklaratat e kryeministrit Edi Rama për mbylljen e RTS-s. Berisha tha se mund të ketë caktuar ndonjë Carlo Bolino për t'ia dhënë RTS-n. Ndër të tjera i tha se opozita do të bëjë gjithçka për të mbrojtur televizionin kombëtar. Ai sigurisht që ka caktuar ndonjë Carlo për t'i dhënë RTS-n. Të garantoj unë ty. Por, shpresoj dhe besoj tek punojësit dhe opozita do reagoj. Si që bëri me teatrin, të gjitha vendet kanë televizione, kombëtare në Europë, po ai do t'ja japi me siguri ati apo ndonjë tjetër, se nuk është vetëm ai. Është një propagandë e tmerrshme, miqtë e mi. Këta që dëgjoni janë 42 banalist që paguhen vetëm për dalë për të mashtruar ju në studio. Absolutisht. 42. Turpe kombëtare. Dalë për të mbrojtur në mënyra nga më të ndryshme Edi Ramën. Çdo natë shpërndajnë tezat e tij. Dhe tani pas kanë vu syrin edhe radio televizionit. Licencën ja jep dikujt, aty ndërton një kull, 54-sh, një baron droge, apo një organizatë kriminale. Por ne do bëjmë gjithçka që ta mbrojmë.
Në fund të fjalës së tij, Berisha u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në protestën kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike në 24 janar.